Kjo është për çudi se këtu kemi pas një qeveri si kontinuele për 5 vite të vazhdim. Ka qenë një menaxhment i njëjtë, ka qenë njerëz të njëjtë dhe nuk ishte dashur me pas një prishje të kontinuitetit të mungesës së listës së banave esenciale. Dhe kjo tregon një paaftësi në menaxhimin e elemente makrosociale momentalisht në shëndetësi, në mungesë të banave esenciale. Edhe listës cilat përfshin ajo. Kanë bërë vatje të ndryshme, premtime të ndryshme, po më së miri e din mjekët të cilët po ballafaqohen direkt me mungesën e tyre kur ne japim ofrimin e shërbimeve shëndetësore. Andaj po ju pyes, me çfarë gjendje ne ballafaqohemi me pacientin kur ne i detyrojmë ose në një formë tjetër i udhëzojmë për të blerë jashtë institucionit. Është ndjenjë jo e mirë, jo e mirë. Andaj i thotë që duhet me prit ose ka mungesë kësaj, ose kushton. Dhe këto janë shqetësuese, sidomos për stafin shëndetësor, është shumë e ngarkuar, po për familjarët edhe për vetë pacientët është e tmerrshme. Barre pa përballueshme. Absolutisht, shtrejtime dhe ngritje të çmimeve në për çdo nivel, në për çdo sektor. E mandej kur shfaqet edhe problemet shëndetësore brenda familjes, kemi një disbalans mandej të buxhetit ekonomik, dhe çështës edhe emocionale dhe shpirtërore të atyre familjeve që është e papërshrueshme dhe është me të vërtetë gjendje rënd. Me të vërtetë gjendje rënd që nuk ishte dashur të ndodhë këtë kohë, në këtë vit, me kaq buxhet madh dhe me kaq qeverisje të gjatë.